Lideri i opozitës Sali Berisha foli sot lidhur me anullimin e vizitës së Edi Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ngritur dyshime mbi arsyet e vërteta të këtij vendimi. Sipas Berishës, kjo situatë lidhet me marrëdhëniet e kryeministrit shqiptar me organizatat narkoterroriste. Ai thekson se pas Nicolas Maduros, Rama është i vetmi kryeministër i dokumentuar për lidhje direkte me struktura kriminale shqiptare dhe botërore. Berisha shton se këto fakte tregojnë izolimin ndërkombëtar të Ramës dhe rënien e imazhit të Shqipërisë në sy të partnerëve perëndimor. A ka lidhje anullimi i vizitës së tij në SBA me këto lidhje? Nuk e di, nuk mund ta them. Por ajo që mund të them është se Edi Rama, pas Maduros, sot është i vetmi kryeministër i dokumentuar me lidhje direkte me organizatat narkoterroriste shqiptare dhe botërore, deklaron Berisha. Ky i fundit denoncoi sot pjesëmarrjen e vet Edi Ramës në takimin e famshëm të Arubas në vitin 2019. Kreu Demokrat theksoi se ekzistojnë përgjime të agjencive ndërkombëtare për këtë takim, që tashmë nuk është thjesht një kronikë e mediave shqiptare, por i mediave italiane, duke ju referuar burimeve nga antimafia e Shtetit Fshinj.